Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në radio-televizionin publik të Kosovës. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ftuar në takim krerët e partive politike për të gjetur zgjidhje për konstituimin e kuvendit. Kurti përmes një statusit të publikuar pak para mbajtjes së seancës së 38 me radhë, tha se konstituimi i kuvendit është obligimi të gjithë deputetëve dhe jo vetëm i subjektit të parë. Sot u jam drejtuar të gjithë krerëve të subjekteve të përfaqësuara në legislaturën e 9 me ftesë për takim të përbashkët nesër në orën 16 në përpjekje të radhës në funksion të konsensusit për konstituim të kuvendit, ka shkruar Kurti. Ndërkohë është ndërprer vazhdimi i 38 i seancës konstituive të kuvendit të Kosovës, pasi partitë politike janë pajtuar që ta vazhdojnë atë pas takimit që kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka thirrur për të shtunën. Kryesuesi i seancës Avni Dehari ka bërë të ditur se kjo pajtueshmëri është arritur në një takim konsultativ që ai e ka thirrur para fillimit të seancës sotme. E pas ndërprerjes së seancës konstituive, deputetët e grupeve parlamentare janë deklaruar para mediave. Sipas vetëvendosjes bazuar në aktgjykimin e kushtetuesës, të gjithë deputetët opozitar e kanë shkelur kushtetutën me që nuk kanë marrë pjesë në votim. E PDK tha se nëse vetëvendosje vazhdon me planin për votim të fshetë, ky subjekt politik nuk do të marrë pjesë me që është shpallur jo kushtetues. Ndërsa nga LDK theksuan se përderisa nuk kanë dhe nuk do të kenë marrëveshje politike, nuk votojnë për kryetar të kuvendit. Besoj gjithë keni pas rastin që ta shihni aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të publikuar dje. Kjo është pra faqja e vendimit dhe këtu kemi tek konstatimet i kemi 2 pika. Në asnjërin prej tyre pra gjykata kushtetuese nuk ka thënë që votimi i fshehtë është në kundërshtim me kushtetutën siç po tentohet të prezantohet gabimisht dhe rrejshëm nga opozita. Pra, po besoj keni dëgjuar deklaratat jo serioze, por në asnjë pikë të këtij vendimi nuk thuhet një gjë e tillë. Përkundrazi, në paragrafin 141 dhe në paragrafin 180, gjykata kushtetuese vetëm sa e ka rikonfirmuar që votimi i fshehtë është një prej mënyrave që mund të përdoret për të votuar pra për kryesinë e kuvendit. Ne e kemi thënë në vazhdimsi që nuk ja kemi mohuar në asnjë rrethon të drejtën për propozim partisë së parë për ta propozu kryetarin e kuvendit e Republikës së Kosovës. Mirë, po me qenë se nuk ka shumicë parlamentare që drejtohet nga lëvizja vetëvendosje, është thjesht partia e parë pa pas shumicën parlamentare që duhet 61 deputet, atëherë edhe gjykata e thotë qartë që duhet të ketë kompromis dhe konsensus sa i përket zgjedhjes së kryetarit të kuvendit të Republikës së Kosovës. Gjë që një gjë të tillë lëvizja vetëvendosje e ka refuzuar në vazhdimsi. Ne shpresojmë që lëvizja vetëvendosje të reflektojë pas krijimit të këtij momentumi të ri, të kësaj situate të re që ka krijuar gjykata kushtetuese. Po besoj që keni pa interpretimin edhe gjithashtu aktgjykimin e gjykatës kushtetuese sa i përket bllokadës në kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne gjithashtu kemi pa edhe prononcime të ndryshme nga eksponentë të lëvizjes vetëvendosje, të cilët në fakt e kanë në plan ta vazhdojnë këtë ngërç politik duke e bë një interpretim ndryshe nga krejt Kosova të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, se sa zoti Kurti është i gatshëm për bashkëpunim, unë po besoj që patet mundësi ta shihni vetëm para 2 minutave, kur ishte këtu në sallën plenare dhe nuk ishte në gjendje që të vijë në takim konsultativ me të gjithë liderët e partive politike parlamentare. Ne si Aleancë, duke pa këtë gjendje edhe këtë situatë, pra me drejtë që kanë drejtuar gjykatës kushtetuese, në mënyrë që të gjendet rruga për me dalë prej ku jemi. Ajo që vlerësojmë tani pas vendimit gjykatës është që janë pjek kushtet, me u kthye praktika e votimit e votës së hapur, janë kriju këto kushte, gjykata e ka dhënë shpjegimin. Njëkohësisht janë pjek kushtet edhe për konsulta
për të dakordu për kandidatin, pra që kompromisi, bashkëpunimi, i ndërshill, përgjithësia e përbashkët nën kupton, pra edhe një dakordim për kandidaturën në këtë rast. Dua të shpreh edhe herë respektin tim për gjykatën kushtetuese, e cila pavarësisht gjendjes së vendi nuk e ka lejuar veten të shndrohet nga një institucion i pavarur gjykatës në një parti politike. Gjykata ka ruajtur me rolin e vet, kompetencat e veta, duke tentuar që në hapësirën e vet dhe kompetencat e vet t'jep me mesazhe porosi, po jo mu shndru në një parti politike. Para nisjes së seancës, Lëvizja Vetëvendosje doli në një konferencë me gazetar e ku komentoi aktvendimin e gjykatës kushtetuese. Blau Konufca, nënkryetari i Vetëvendosjes, ka insistuar se obligimi për konstituim të kuvendit u takon të gjithëve, ndërsa për votimin e fshet tha se nuk është antikushtetues. Pas vendimit të kushtetuesës, ai tha se nuk mund të di se në çfarë faze do të hyjë Kosova pasi ta përfundoi afatin 30 ditor për konstituimin e kuvendit, ndërsa kandidatja Vetëvendosjes për kryetare të kuvendit, Albulina Xhiu, ka insistuar në votimin e fshet, duke dhënë zotimin se nëse përmes kësaj forme nuk i merr së paku 61 vota, do të tërhiqet nga kandidatura për krye parlamentare. E para, Lëvizja Vetëvendosje ju ka përgjigj pozitivisht faktit që si fituese e zgjedhjeve edhe vetë kushtetuta jonë ja jep të drejtën fituesit të zgjedhjeve ta bëj propozimin e kryetarit, në këtë rast kryetarës tonë, që e kemi propozuar, zonjës Albulina Xhiu, që të zgjedhet në krye të kuvendit të Republikës Kosovës. Kjo nuk hasin në mirëkuptim, siç e dini ju, të subjekteve të tjera opozitare, dhe pikërisht qasja e tyre ishte bllokuese, sepse ata zgjonin të mos e votonin zonjën Albulina Xhiu. Gjykata kushtetuese ka thënë që nuk ka kurrfarë klauzule eksplicite që e obligon kuvendin patjetër me shku deri në pafundësi me votim të hapur. Edhe votimi i fshet është njëjtën kategori për nga legitimiteti kushtetues, po sikurse votimi i hapur. Ne nuk mund ta dim se në çfarë faze hyn Kosova mas 26 korrikut. Ne nuk mund ta dim. Ne mund të spekulojmë. Pash edhe sot mëngjes një 10 interpretime të ndryshme se çka kjo i bie, prej zgjedhjeve të reja e deri te asgjëfare, sepse kjo nuk e obligon askënd, nuk ka ndonjë mekanizëm kushtetues i cili automatikisht shkon zgjedhje, të çon në zgjedhje. Prandaj, me rastin e votimit të fshet, kur votojnë të gjithë deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës, ashtu siç ka kërkuar edhe gjykata kushtetuese, ashtu siç ka obliguar edhe gjykata kushtetuese, nëse unë, si kandidate e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje, nuk i marr së paku 61 vota, tërhiqem nga kandidatura për kryetarin e kuvendit. Ndërsa në kohën kur pritej të nisë vazhdimi i seancës konstituive të kuvendit, organizatat e shoqërisë civile kanë protestuar para parlamentit si revolt për mos konstituimin e legjislaturës së nëntë. Gjykata kushtetuese foli, përsi e përsëriti atë që e kemi thënë si që disa muaj si organizatat të shoqërisë civile. Marrëveshje politike për me e konstituu kuvendin. Partia e parë do të me përmbush obligimet kushtetuese për me bë kompromis për votimin e kryeparlamentarit dhe nënkretarëve përmes votimit të hapun. E drejta për të propozuar kandidatin për kryetar të kuvendit ta kanë grupit më të madh parlamentar. Kjo gjë është e ditun, kandidati do të më sigurojë 61 vota për kjo drejt. Nën kupton pasaj që edhe me bloku
kuvendin e Kosovës deri në pafundësi. Tash fakti që kemi një aktgjykim gjykatës kushtetuese, kriza nuk është juridike, kriza është politike, prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme që partitë politike të gjejnë një rrugdalje për krizën. Aktvendimi i gjykatës kushtetuese jep një afat kohor prej 30 ditësh, por nuk tregon se çka pas atij afati kohor. Prandaj ne si koalicioni i organizatave të shoqërisë civile do të vazhdojmë edhe më tutje angazhimin ton deri në zgjedhjen e kësaj krize, deri në konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e kryetarit dhe kryesisë kuvendit. Pas ndërprerjes së seancës, Kurti ka mbledhur në një takim të radhës kabinetin qeveritar. Ndër të tjera në këtë mbledhje, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka paralajmëruar se pushteti në Serbi mund të përdorë elemente destruktive për të nxitur incidente në Gazimestan, kur do të shënohet Vidovdani në fundjavë. Mëtej Kurti u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që të mos lejojnë të keqpërdoren për qëllime politike dhe qytetarëve të tjerë të mos bien pre provokimeve. Sipas vlerësimeve të institucioneve tona të sigurisë dhe të inteligjencës, ka përpjekje që tubimi në Gazimestan të jetë sa më masiv. Prandaj janë organizuar grupe serbësh nga Mali i Zi, Bosnia, Serbia, që të vinë në Kosovë nesër, ka thënë Kurti. $350 rekrut të forcës sigurisë e Kosovës sot janë betuar gjatë ceremonisë gjeneratës së dytë 2025 nga pjesëtarë civil, duke u kthyer në ushtarak. Kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi se FSK është institucioni ku vazhdon të frymojë ëndra e atyre që sollën lirinë. Ushtria jonë është e furnizuar më shumë se kurrë me arsenal ushtarak, sistemet armatimeve nga më modernet, gjersa pritet që brenda 2 viteve të ndërtohet edhe fabrika e parë shtetërore për prodhimin e municioneve në Republikën e Kosovës. Me mbi 300 milion euro investime në këto 4 vitet e fundit dhe mbi 2700 ushtar e oficer të ri të rekrutuar, Ushtria e Kosovës me hapat shpejt po ecën drejt zhvillimit me kapacitetet plota si ushtri profesionale me përbërje multietnike. Ëndrrën e gjithë atyre që sakrifikuan për liri, sot po jetësoni ju rekrut të dashur. Ushtria e Kosovës e ngritur mbi sakrificën e dëshmorëve, në baltë të cilëve është krye komandanti Adem Jashari e në një simbiozë perfekte, edhe me doktrinat e vendeve antare të NATO-s, ka rritur nivelet e një ushtrie profesionale të ndërveprueshme me ushtrit e vendeve partnere e gatshme për të marrë pjesë në cilin do operacion shumë kombësh. Përmes këtij trajnimi, ju keni dëshmuar vendosmërinë tuaj për të shërbyer vendit dhe qytetarëve të Kosovës, duke kontribuar në ruajtjen e paqes, sigurisë dhe integritetit ton territorial. Ju tani jeni pjesë e një force moderne, profesionale dhe gjithnjë me të përgatitur për sfidat e kohës. Forca e sigurisë së Kosovës nuk është vetëm një institucion ushtarak, ai është simboli i sovranitetit, i përkushtimit ndaj vlerave demokratike dhe partnere besueshme në skenën ndërkombëtare. Roli juaj në këtë mision është thelbësor. Prej sot ju mbani mbi supe, jo vetëm uniformën e forcës së sigurisë së Kosovës, por edhe besimin e një populli të tërë që pret nga ju profesionalizëm, etik dhe përkushtim të palëkundur. Prokuroria speciale ka ngritur akt akuzë kundër një personi për krime lufte kundër popullsisë civile. Prokuroria ka njoftuar se hetimet kanë vërtetuar se gjatë periudhës 7 deri më 10 maj 1999 në qytetin e Gjakovës, i pandehuri DR ka marrë pjesë në sulm të gjerë dhe të organizuar të forcave ushtarake, policore dhe paramilitare serbe kundër popullsisë civile shqiptare, duke vepruar në bashkëkryerje me persona të tjerë. Akt akuza besohet në dëshmi të viktimave dhe dëshmitarëve okular
në identifikimin e të pandehurit përmes fotografive, raportit të Institutit të Mjekësisë Ligjore, si dhe provave të tjera materiale të mbledhura gjatë hetimeve. I pandehuri është aktualisht në paraburgim, ndërsa Prokuroria Speciale ka propozuar vazhdimin e paraburgimit për shkak të rrezikut të arratisjes. Ndrojmë temë të informacionit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka dhënë disa informata ndaj ekspozimeve në temperaturat e larta në mjediset të jashtme dhe të brendshme të punës. Në njoftim thuhet se temperaturat e larta ndikojnë negativisht në shëndetin e njeriut, e sidomos të fëmijët, gratë shtatzëna, të sëmurët kronik, të moshuarit dhe punëtorët. Këtij rreziku sipas institutit i nënshtrohen edhe personat që punojnë në mjediset të hapura si bujqësi, pylltari, ndërtimtari, pastrim dhe mirëmbajtje të parqeve, rregullim të rrugëve, si dhe punonësit e shërbimeve emergjente. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.